Mirë mëngjes, miqtë të dashur, mirë se erdhët në Vila 24. Ritakohemi së çdo mëngjes tjetër në këndin ton të gatimit. Katarina, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, e dashur. Faleminderit gjithashtu edhe për ju. Mirë mëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë bukur dhe ju presim këtu te këndi i gatimit për të parë receta që do përcjellim për juve sot dhe çfarë do të bëjmë neve sot. Ne do të përgatisim krah pule, të cilat këto krah të pulës do t'i shoqërojmë me një salcë edhe me një sallat, një mix sallat. Çfarë t'ju ndodhet juve në shtëpi, por faktikisht unë këtu kam dhe lakër dhe domate, spec, kastravec, qep. Pra, juve mund të keni gjëra të tjera, kështu që i përzidhi vetë. Mirë është që ta shoqëroni me një sallat, sepse bëhet edhe krahët e pulës, mënyra se si do t'i marinojmë, do të bëhen shumë të mira edhe të shijshme. Përveç se do t'i marinojmë fillimisht, do t'i vendosim t'i pjekim në furr, ose mund t'i piqni edhe në zgar, mbi ato nëse keni, por edhe në furr bëhen shumë të mira. Do t'rregojmë mënyrën se si do të bëhen. Mbas kësaj do të përgatisim një salcë që do të shoqërojmë këto krahët e pulës edhe sallatën që thash pak më përpara. Gjithashtu, me këto krahët e pulës, përveç se asaj sallatës, mund t'i shoqëroni shumë mirë edhe me një sallatë ngrohtë që është tani pranverore, akoma janë këto hudhrat e njoma, qepët e njoma. Vërtet ka dhe në dimër, por tani në pranverë ju e dini shumë mirë që shija është ndryshe. Qepët e njoma, hudhrat e njoma, i kanë ato bishtat më të njomë, do me thënë janë më të freskët, edhe do të kemi brenda edhe kopër dhe majdanoz. Më shumë kopër, më pak majdanoz. Piper, vaj, mund të shtoni në një pakës gjalp. Pra, këto janë mënyra për përgatitur këtë sallatën e ngrohtë me spinaq. Fillimisht ne do të fillojmë me krahët e pulës, të cilat do t'i marinojmë. Mirë është që t'i marinoni dhe t'i lëni të qëndrojnë ashtu si themi gjithmonë, sepse marinim, virse nga fjala që thuhet marinim, është ajo që produkti duhet të marinohet me erzat që do të përdorni dhe të qëndrojë të paktën për 20-30 minuta që të përthithi në brendësi erzat, pra marinimin që neve bëjmë. Unë faktikisht këtu kam një mix erzash, kam rigon, kam, si tu është turmerik, piper të kuqë, pra ka erzat që janë enkas për marinimin e pulës. Këto juve i keni, do me thënë, tani kanë ardhur shumë gjëra në treg, kështu që mundet edhe në këndet tuaja të kuzhinës të keni nga këto, si tu është mikse. Do t'i hedh pak vaj që edhe t'i ndihmoj. Edhe do t'i trazojmë dhe do t'i shtojmë edhe pak miell misri. Mielli misrit i bën një kore si përfaqësore dhe ndërkohë përveç se kësaj edhe në momentin që piqen kanë një shije shumë të mirë. I mbron, do me thënë, që t'i mbajtë të buta në brendësi. I bën më krokante. Atëherë. Ky është, do me thënë, fillimisht kishim një enë më të madhe, po s'ka probleme. Në fakt e mendova, kur pashi po i marinoja aty, se dhe kënë që thjesht të zhvështërsuar puna aty, do me thënë, po. E thash që mos na ngelen shumë lëngje andej dhe këtej. E mendova për më, po gjithsesi, ja i kthyem, do me thënë këtu. Tani du t'i spërkasim edhe me miell misri dhe thamë që juve në shtëpi do t'i lëni për një 20 minuta të qëndrojnë. Pastaj, nëse do t'i vendosni në furr, do t'keni o tavën e furrës ku do shtroni një letër kuzhine, ose nëse keni nga ato tavat që nuk ngjisin, do t'ishte më mirë, do me thënë, qoftë ta vendosni në furr të ngrohet, të jetë e djegur, dhe ta nxirni t'i vendosni direkt lart, qoftë edhe kështu, por duhet të jetë një tavë që nuk ngjitet. Në rast të kundërt, duhet të vendosni letër kuzhine që të ngelen ashtu krokante. Po, që mos i shkëputet ajo lëkura gjatë pjekjes, se ka shijen e vetë, për më tepër kur ka marrë atë marinimin e duhur, dhe lihet edhe në temperaturën e duhur, edhe në kohën e dur të pjekjes, mishi i pulës shiron. Edhe shion edhe krahët është pjesë e shishme, duhet thënë, e mishit të pulës. Shumë e mirë, është ekonomike, po shumë e shishme. Ndoshta është një nga mishi më ekonomik, por që faktikisht edhe për supra të ndryshme, sepse ka ato lëngjet, ka yndyrnat. Edhe në këtë mënyrë, do me thënë, mënyra e përgatitjes që po bëjmë neve sot, ato bëjmë shumë të mira. Tani ne do t'i vendosim faktikisht për t'u pjekur. Juve në shtëpi do të ndiqni këshillat tona, do t'i lëni të marinojnë për 20-30 minuta, do shta dhe më shumë nuk prishim, përkundrazi mund t'i bëni akoma edhe që në darkë, t'i lëni frigorifer
edhe i keni gati për të nesme për t'i vendosur për të pjekur direkt. Me thënë, edhe më falni se edhe këtu duhet një ndërprerje, jo direkt. I nxirrni nga frigoriferi, atë që kam thënë gjithmonë, duhet i lëni prapë në temperaturë të ambientit, të përfitojë atë temperaturën e ambientit dhe pastaj t'i vendosni në furrë të piqe. Se ndonjëherë por që direkt në kuptimin e fjalës që nuk do keni më punë me marinimin edhe me lyerjen atyre. Kjo është ideja. Nuk e di, e ke provuar ndonjëherë, Kati ka një mënyrë shumë interesante të marinimit të mishit të pulës, po kryesisht kjo bëhet tek mishi i bardhë dhe tek kofshat, duke i lënë gjithë natën në një enë me kos, me hudhër pluhur, me pak krip. Zakonisht kuzhina turke e përdor shumë shishme bëhet, dhe të nesërmen është mishi po ta shohësh dhe kur e nxjerr nga kosi duket si i gatuar, është zbutur plotësisht. Do të thënë ajo efekti i kosit. I kosit. Dhe të nesërmen mjafton një pjekje e thjesht me pak vaj ulliri, bën shumë të mira, ndoshta do ta testojmë ndonjëherë këtu. Është e mirë, do ta bëjmë faktikisht edhe atë lloj mënyre anile, po edhe kjo mënyrë bëhet shumë e mirë, duke ndjekur anvisat ato këshilla që neve themi për të qëndruar, kënë marin kohën e marinimit. Marinim nuk quhet, do me thënë... Thjesht spërkati dhe futi në furrë, po, pa tjetër. Edhe kur flasim madje për këto pjatat fare të thjeshta, si që janë sallaturina, të cilat kërkojnë marinim apo duan më shumë se sa thjesht vaj krip, vaj ulliri krip apo uthull, pra sa më gjatë të qëndrojnë, aq më të shishme bëhen. I vendosim në furrë dhe duhet të dim që furra më përpara duhet të jetë ndezur. Ndezur. Dhe kështu, ne pjatën e parë e vumë në furrë, do presim vetëm të bëhet gati, të piqet, të lëshoj aromën e mirë, të zbutet mishja, do ta kemi pa diskutim në pjesën e 2 të treguar, si një pjatë që ju a propozojmë ta përgatisni edhe ju. Kështu që është momenti që ne të lexojmë recetat, për të parë edhe një herë të gjithë përbërësit që na duan për të përgatitur krah pule të marinuar me salt, e natyrisht për të parë edhe recetat e tjera, të cilat do t'i nisim t'i gatuajmë tani. Përbërësit për këtë recetë është 1 kilogram krah pule, 3 lugë supe miell misri, 1 lugë supe hudhër pluhur ose 5 gjashtë thelpinj hudhër, 1 lugë çaj piper i kuq, 1/2 lugë kafeje piper djegës, krip dhe piper. Atëre, salca është e së njëjtës recetë, pra ka 3-4 lugë supe ketchup, 2 lugë supe mjalt, 50 gram gjalp, krip, piper. Salat me spinaq do të sjellim sot, gjithashtu me hudhra të njoma, përbërësit janë si më poshtë, do të ne duhet 800 gram spinaq, 1 dorë qep të njoma, 3-4 hudhra të njoma, 2 tufë zakopër, 1 tufë majdanoz, krip, piper. Salat mikse me 200 gram lakër, 1 domate, 1 karot, 1 kastravec, gjysmë limoni, 1 spec i kuq, 2-3 lugë supe majonez, 1 lugë sup mustard, 1-2 thelpinj hudhër, 2 lugë supe vaj, krip, piper. Të gjitha këto receta mund të kombinojnë fare mirë me njëra tjetrën edhe brenda një dite, ndoshta salatat me ato krahët e pulës, një nga këto salaturinat, se ndoshta të dyja në të njëjtin vakt mund të duket shumë për zonja, njërën e kalojmë për darkë ose për të nesërmen, po. Mund t'i përdorim me këtë spinaqin, mund t'a përdorim me atë salatën, sepse është shumë e pasur si salata, jo është fiks për të kaluar një vakt dreke. Edhe me atë salcën që neve do t'a bëjmë, kështu që... Okej, atëherë nga një spuna këtej? Ja, këtu do hedhim vaj. Unë do t'i hedh dhe pakës gjalp, faktikisht. Okej. Në marri temperatur pak tigani dhe fillojmë me njëherë dhe hedhim këto qepët dhe hudhrat e njoma. Shumë e thjeshtë për të përgatitur si recet, por ju garantoj që bëhet një recet shumë e shishme, një recet tani pranverore që ka shumë shije. E shikoni që hedhim bollshëm edhe qepë edhe hudhra, për ta bërë, do me thënë, më të ndihet shija e tyre. Më kërkon di mua, Kati, se nuk kem se zjanë sa di këti, se unë jam këtu. Se hodha, s'ka problem. Pak qep, më fali krip. Edhe e trazojmë që të na bëhet... Të filloj dhe të gatuhen. Të cilat zbuten me njëherë, sepse janë qep të njoma, hudhra të njoma, janë të freskta, janë të stinës. Dhe bëhet shumë shpejt si gatim kjo.
Është një gatim që mund ta bëjmë kështu, do me thënë që ta konsumojmë kështu si që është, mund ta bëjmë do me thënë duke shtuar edhe vezë sy brënda, bëhet goxha mirë, mund të shtojmë akoma edhe patate të zjera, edhe i shtojmë brënda patatet tek kjo, si tuash, spinaqi që ne do të përgatisim. Te ky gatimi. Duke shtuar akoma edhe një domate të prerë në kubik të vegjël, kur shtojmë edhe patatet. E bëjmë akoma edhe më të plotë si gatim, për të kaluar vaktin e drekës. Por mënyra se si u asjell kështu veç se me qepët e njoma me spinaqin me këto, bëhet shumë e mirë dhe e shishme. Është e shishme për ta konsumuar kështu siç e kemi menduar neve sot me krahët e pulës, por mund ta shoqëroni shumë mirë edhe me peshk të pjekur ose edhe të skuqur. Është një shoqërues shoqërohet mjaft mirë. Interesante. Po, se ndonjëherë peshku e di ka ti duket sikur shkojmë tek të njëjtat pjata shoqëruese kur përgatisim peshk. Pra rrim po aty te sallata jeshile, te patatet e furrës. Na duket sikur nuk na jep shumë alternativa, por që në fakt ka që kombinon fare mirë. Është goxha e mirë, do me thënë kështu, dhe si thash që duke shtuar edhe patatet e zjera. Me thënë që patatja e zjerë i qëndron shumë mirë peshku. Po, pra i kemi ato përbërësit që kombinojnë përsëri. Edhe kjo është një ekstra, do me thënë, si salate shoqëruese për peshkun. Por edhe kështu, me thënë mënyra se si ta konsumojmë kështu si që është goxha e mirë, goxha e shishme. Po nuk duan shumë kohë që të na bëhen gati, thjesht I zbusim kështu, edhe shtojmë me njerë spinaqin dhe shtojmë në mënyrë graduale, jo një herë është të gjithën, që të na krijojë shumë lëngje, sepse duam, do të thënë, të dalin me lëngjet e veta. Ne nuk shtojmë ujë, ato zihen me lëngjet e tyre. Dhe kështu japim edhe mundësinë që të gatuhet, se nga spinaqi ka volum në fillim edhe duket sikur pengon. Ta fare sepse ky s'do të largoj që të krijojmë hapësirë. Edhe kapaku nuk do të më duhet, sepse do të zihet, me thënë, do të bëhet gati salata pak a pak. Po, kemi thënë që spinaqi nuk e do kapaku në zjerje. Ndërkohë tani është edhe njomë ky, s'ka nevojë, është shumë I njomë I freskët, qepët e njoma janë të freskëta, dhe nuk janë, është ajo që thash, nuk është qepa e dimrit, që ka pak të ashpra ato, kështu. Si përfaqet e para dhe pas herë ja heqim, ja largojmë. Është një gatim që në qoftë se kemi, do me thënë, për 10-15 minuta e kemi gati, se nuk duhet të gatuhet shumë edhe spinaqi. Një gatim I shpejt. Shtojmë edhe pjesën tjetër. Është ajo që ju thash, I shtojmë në mënyrë graduale. Sa ulin volumin, shtojmë edhe pjesën tjetër të spinaqit. Dhe kështu përfitojmë do me thënë spinaqin që ta kemi me vlerat ushqimore, ajo që ngelet këtu nuk kemi dhe limon, pra duhet hedhur me patjetër limon, ose lëng portokalli. Edhe njëra dhe tjetra dhe kjo bëhet, unë faktikisht se kam vendosur aty në tabel, por që dijes spinaqi duhet shoqëruar me portokalle ose dhe me lëng limoni. Edhe portokallja I shkon mjaft mirë. I jep një shije shumë të mirë dhe ndihmon për të përfitur hekurin e spinaqit. Kështu që duhet ta dim dhe ta përdorim me patjetër. Dhe sigurisht kur themi që është një pjatë shoqëruese, kur kemi që do të përdorim qoftë krahët e pulës limon, qoftë peshku që përdoret limon, hidhet edhe te sallata. Kështu që limoni është në mes të tryezës që na duhet me patjetër për ta hedhur. Ndërkohë nëse... Tu hedhë kështu, mendoj Anila, tu hedhë lëng portokalli. Jo, erza du hedhë tani. Do t'ja shtosh lëngun e portokalli. Në fund fare, nuk I dhe tani. Kur të jemi në fund, këto lëngjet limon, portokall, mund të shtohen edhe në atë momentin që fiket soba, edhe fundjavë në pjatë, se her pas herë janë shije preferenciale, po. Mirë, ndërkohë që shtojmë erzat, unë duhet të kujtoj pak të mos harroni të konsumoni mëngjes, asnjëherë konsiderohet si vakti më I rëndësishëm I ditës. Nuk duhet të dalim nga shtëpia pa konsumuar diçka. E di që shumë shpesh ne gjejmë justifikime pafund, nuk kam kohë të gatuaj, e kam mëngjesin të vrullshëm etj. Nuk ju duhet më shumë se 5 minuta kohë për të zier një kokër vezë, dhe në këtë 5 minuta teksa ju bëheni gati për në punë, do të keni gjithashtu edhe vaktin më të shpejtë e më të shëndetshëm për ta nisur ditën. Dhe është pikërisht veza O Vital, mund të zgjidhni që nga
8 kokrat e shportës e deri tek 15 vezët e jetës, në çdo paketim që mban emrin O-Vital, keni sigurinë maksimale në produktin që përdorni. Kështu që mos ngëroni në asnjë moment ta përdorni gjatë ditës, përmenda mëngjesin meqense është ende herët dhe jemi akoma në nisje të ditës, por vezën mund ta përdorni gjatë gjithë ditës. Shpesh unë e di që për mamat në mënyrë të veçantë, darka është ai vakti më i sikletshëm, çfarë të gatuaje, çfarë të servir në tryezë, kështu që në formën e një omlete, për t'ia shtuar sipër një sallate të thjeshtë, për të gatuar vakte të shëndetshme. Ne vezën e kemi shumë shpesh dhe kur përgatisim kekra të ndryshëm, pra në ëmbëlsira, në petulla, në brumra të ndryshëm, në byreqe të ndryshme, her pas here e shtojmë në spinaq, pse jo, me që Kati e përmendi që të njëjtën recetë ne mund ta mbyllim edhe me disa kokra vezë sipër në tigan me kapak dhe kemi kthyer në një tjetër recetë të shijshme, kështu që ju e dini se sa e rëndësishme është veza në shtëpinë tonë, dhe akoma dhe më e rëndësishme është nëse zgjedhim vezën e duhur siç është dhe veza O-Vital. Mirë, o do të doja gjithashtu të përmendja e t'ju kujtoja një tjetër produkt të përditshëm në këndin tonë të gatimit, është mielli Ola, është kompania Atlas, një miell që ju e njihni shumë mirë, vazhdon të mbajë një vend të rëndësishëm në tregun e konsumatorit shqiptar, ashtu sikurse edhe në kuzhinat tona familjare, që nga mielli për çdo përdorim, mielli që kryeson edhe listën, dhe e them të tillë sepse është ai që mund të përdoret në të gjitha llojet e gatimeve, por sigurisht që Ola vjen edhe me variante të tjera të miellit për t'ju përshtatur të gjitha dëshirave dhe kërkesave tuaja, si mielli për pica, për të realizuar atë brumin e plot edhe të butë të picave, natyrisht edhe variante të tjera, mielin integral, po përmend tani si një miell i cili pa diskutim duhet të përdoret gjithmonë më shpesh, sepse na siguron ndër të tjera një sasi të konsiderueshme të fibrave dhe na ruan shëndetin, për më tepër kur kemi të bëjmë edhe me njerëz që janë pak më të kujdesshëm në konsumimin e brumrave, pra mielli integral na i kthen recetat në një mënyrë më të shëndetshme për të jetuar, e pa diskutim që ëmbëlsirat na duhen her pas here, ndaj Farinap vjen me variantet e miellit në paketime të vogla që ju mund t'i hapni dhe përdorni brenda një brumi të shpejt i cili kalon me një herë në furrë, sepse nuk ka nevojë për asgjë tjetër, i ka të gjitha Farinap në paketime së bashku me shijet e preferuara siç janë vanilja, çokolata, portokalli edhe me gjërë. Dhe shkurtimisht, meqense jam tek Ola, tashmë e dini që pasta Ola është kthyer edhe në një slogan shumë interesant, edhe me ato spotet publicitare që të tërheqin të kthesh kokën të dëgjosh atë emrin Ola që tingëllon kaq këndshëm edhe për këdhelës në të njëjtën kohë. Pastat Ola vijnë në variante të ndryshme, janë të realizuara pikërisht me cilësinë më të lartë të miellit të grurit, prodhohen në Itali dhe vijnë ekskluzivisht në Shqipëri nga kompania Atlas pikërisht për konsumatorin shqiptar. E kështu, variante keni pafund, receta që duan më shumë kohë, receta të thjeshta, e rëndësishme është të zgjedhim produktet e duhura, të dimë se ku i shpenzojmë ato parat dhe mbi të gjitha të marrim nga ajo që ne konsumojmë sigurinë maksimale dhe shëndetin që të gjithëve na duhet. I dhash kohë recetës mjaftueshëm për të gatuar? Po, mjaftueshëm, dhe siç e shikoni, ajo që është shumë e rëndësishme është që sallata jonë na ruan këtë ngjyrën jeshile dhe mënyra domethënë e përgatitjes e bën atë që ketë të ngjyrën jeshile, të ruaj ato vlerat ushqimore, ta lëmë edhe pak dhe do të jetë momenti i fundit që do të serviret o me limon dhe me pak vaj ulliri në fund fare patjetër që do të ishte akoma edhe më mirë, edhe o limon ose lëng portokalli, o njërën o tjetër. Këtë e përzilni juve çfarë t'ju ndodhet në shtëpi, por me patjetër duhet o njërën o tjetër për të shijuar dhe për të përthithur ato vlerat ushqimore që përmban spinaqin. Okej, në rregull. Unë mendoj që kemi, besoj, diku të 3 minuta duhet jemi nëse jam okej unë me kohën, megjithatë mendoj që kemi aq kohë sa për të prezantuar pak me vëmendje tani recetën e tretë dhe përbërësit që do të na duhen. Kur themi lakër, na duhet me se s'bën lakra e bardhë në këtë recetë? Jo, çfarë do lakre, nuk ka problem. Mund të përdorim lakër të bardhë, lakër të kuqe.
Mund t'i miksojmë, do shta në regull. Patjetër. Pra nuk duhet me se zbën lakra e bardhë. Dhe se e them, sepse mua më pëlqen shumë lakra e kuqe, dhe mendova se ndoshta në këtë recet duhet se zbën lakra e bardhë. Pash dhe qepon e kuqe që ti ke zgjedhur sot, dhe më duk një kombinim interesant që mund shkonte. Shiko, mendova Anila, edhe lakra e kuqe dhe e bardha mund të jetë si mix, do me thënë ti kemi të dyja. Edhe më mirë akoma, po. Tani vendosa unë edhe si për ngjyra. Tani kemi lakrën e bardhë, vendosa qepën e kuqe. Do të kemi kasaves, do të kemi këtë specin e kuj, domaten, kështu që kemi ngjyra, kemi shije, dhe e kemi akoma edhe më të plotë salatën tonë. Por, jo që ambisat nuk mund të heqin ose të shtojnë. Kjo është qepa. Do t'i mbaj këtu të gjitha. Edhe do të shtojmë edhe pjesën e specit, që mund të përdorin, do me thënë në mënyrat të ndryshme, mua më pëlqen shumë në fetëzat të holla, edhe kur është si po shkojnë ato Anila? Mirë, janë, po pishen. Shumë mirë. Duan kohën e vetë, pa diskutim që mishi do kohën e vetë që të gatuhet, pavarësisht se mishi pullët na e jep këtë mundësi që të gatuhet më shpejt, pra ndryshe nga mishi i viçit, që do donte një minutazh më të gjatë. Megjithatë, tani, për pjesën e kastravecit, unë mendoj, do me thënë, një dikur neve i bënim një shirit, po një jo. Se s'bëhet më ashtu? Bëhet, po ka që dhe heqin fare, me thënë të drejtën, pjesën e lëkurës. Po kur lajet mirë, unë nuk e di tani, se cilë si pas dëshirës. Kuptare. Ka njerëz që se përdorin pjesën e lëkurës. E rëndësishme është që perimet të jenë të lara mirë. Të lara mirë edhe. Edhe për pjesën e estetike në fakt, kastravecin gjatë bukur kur qërohat kështu në shirita. Një po një jo. Megjithatë, ju e dini vetë se si veproni, ca gjëra janë sjellje kuzhine që ne i kemi tonat, edhe pavarësisht se ne mund të propozojmë pafund gjëra këtu, zonjat e din vetë se cila është mënyra që janë mësuar të gatuajnë, apo të lajnë, apo të presin perimet, qoftë edhe për një pjatë sallatë, që mund të duket kështu shumë e thjeshtë. Ne bëjmë gjërat gati këtu, përkohë do të bëjmë edhe atë salcën e sallatës, do të vendos edhe domaten. E domatin ka, do me thënë, mënyrat të ndryshme. E presim edhe kështu, mund t'i presim edhe në copza kubike. Kjo varet si pas dëshirës edhe si pas mënyrës përdorimit të salatës. Deri këtu jemi në regull, nuk më duhen gjë tjetër, do me thënë për pjesën e këtyre. Ajo që ngelet është salata, do me thënë, e bardh, lakra e bardh, dhe do të përgatisim salcën. Pastër pak duart edhe përgatisim dhe salcën, edhe rikthehemi. Mirë, ne përgatitjen e salcës dhe shtimin e saj mbi pjatën e sallatës, gjithashtu do të kemi gati edhe spinaqin, madomendja që dhe një pjesë të mirë të gatimit të krave të pulës, do t'i tregojmë të gjitha kur të kthehemi në transmetim pas kësaj shkëputjes që duhet bëjmë tani. Okej? Po, patjetër. Shkojmë në publicitet, mos u largoni, ne vazhdojmë të jemi në kuzhinë me ju. Jemi rikthyer përsëri në studio, tani është momenti për t'i përfunduar recetat që kemi prezantuar dhe nisur së gatuari. Atëherë, Kati, spinaqin me qep të njoma, hudhra të njoma dhe erëza e kemi përfunduar dhe kemi gati. Është momenti që do t'a servirim, edhe do t'i hedhim edhe pak si portokalli dhe lëng portokalli do t'i hedhun, Anila. Në rregull. Edhe bëhet shumë e mirë. Në rregull. Tham që mund t'i përdorim të dyja mënyrat, me limon ose me portokall, është dhe çështje shihesh personale. Ne kemi kuptuar që Katerinës i pëlqen edhe lëngu, edhe cipën e portokallit, e kemi parë prezent në shumë receta. Dhe në fakt, nëse do të aprovoni, pra nëse nuk e keni në praktik tuaj në kuzhinë, do kuptoni që vërtet
ajo gërvishja e lehtë e portokallit bën një ndryshim interesant në shumë shije, edhe tek mishrat kombinon shumë mirë, tek mishi i kuq shkon aq mirë. Kështu që praktikojeni dhe do mbeteni të kënaqur realisht kur të fitoni një aromë të vogël, po. Dhe thuhet që kanë edhe vlera ushqimore. Po. Kështu që nuk është thjesht për aromë, por kemi edhe për vlera ushqimore. Tani i hedhim edhe pak. Dhe për fat të mirë këto portokalle pas kanë fara. Hidhja një bollshëm lëngun e portokallit, sepse vërtet i bën shumë të mira. Okej. Dhe kemi përfunduar. Si recet. Ta vendosim diku këtu. Po, do krijojmë pak vend, sepse do kemi goxha pjata në fakt për të nxjerrë tani në vazhdim. Ndërkohë edhe kratë e pulës janë bërë gati. Janë bërë gati. Kjo është ena ku do t'i vendosësh? Tu është ena që do t'i vendosim. Që është e vërteta, neve do t'i bëjmë edhe një salcë që i jep shumë shije, që do të bëhet me ketchup, me pak mjaltë edhe me gjalp. Bëhet shumë e mirë, kështu që do filloj ta përgatis këtë fillimisht, të salcën, hedh fillimisht në tenxhere ketchup. Tani besoj se kemi krijuar pak vend. Kjo është plotësuese faktikisht, por që është mirë. Ta përdorim, i hedhe një 2 copa gjalp, e 2 kubik. I hedhim dhe pak piper. E të razojmë dhe në fund fare do shtojmë dhe mjaltin. Ndërkohë që duhet edhe t'i nxjerrim ato nga fura dhe do të lëmë në momentin e fundit sallatën tjetër, që duhet se themi gjithmonë që sallata të jetë e freskët, duhet në momentin e fundit të hidhet si thua ajo lloj salca që neve do të përgatisim. Po, nuk duhet lënë, po, përpara. Tani sa të na shkrijë gjalpi, ndërkohë që edhe ikën era, domethënë e ketçapit aromatizohet me gjalpin, edhe me atë pak piperin që neve hodhëm. Do t'i shtojmë edhe mjaltin brenda. Edhe na bëhet shumë salcë e mirë dhe me ato kratë e pulës, të cilat më përpara siç e pat që i kemi aromatizuar, me miksin e erëzave për pulë, na e bën shumë të veçantë. Okej. Edhe pak edhe kemi gati. Këtu dhe pak lëng limoni. Duhet të shtojmë. E kemi një limon këtu që e kemi gati. Edhe mjaltin. Ashtu. Ndërkohë, unë po i nxjerr krahët e pulës. Kati? Po. Edhe salsën e kemi gati. Tani, me njerë, sa i kemi të ngrota të dala nga fura, me njerë shtojmë, të ta bëjmë pak më andej, që të ketë shumë mundësi të vendosë shani. Jam mirë. Të hapë vend, ashtu aty. Edhe salsa është bërë shumë e mirë. Mirë duken. Po, duken mirë, akoma më mirë do të bëhen kur do t'i servirim edhe me këtë salcën që neve kemi përgatitur. Edhe një aromë të mirë pastan. Okej. Një dreke këndshme, faktikisht. Jo, nuk do të më duhet tani. Ta heq këta? Po, nëse mundesh të falenderoj dashur. Jo, mundem se s'mundem. Shumë falenderit. Tani këtë salcën, ose e hidhni kështu, ose vendosni në një salcier dhe se cili hedh si pas dëshirës. Ose hidhni pak, me thënë, në momentin që e nxini nga fura, edhe tjetër që ngelet në një salcier për ta shoqëruar. Okej. Shumë mirë. Ashtu. Ja, ku bën 2 kombinime shplaj pak duart dhe filloj me një me sallatën. Do filloj me sallatën, do t'i japim kohë përsëri pas pak recetave edhe një herë për të rilexuar, madje pse jo të mos i shohim tani, ndërkohë që presim Katin të na apo erdhe? Erdhe? Okej, i lëm për pastaj, para se të ndahemi. Okej. Ja, ku jemi? Fillimisht. Okej.
do të hedhim majonez, do të hedhim mustard, me qënë se është majoneza, dhe majoneza ka yndyrë, nuk ka nevojë që të shtojmë vaj, por pak thjesht për të japi një shkëlqim, dhe ndërkohë që vaj ullirit është tjetër gjë, se majoneza nuk bëhet me vaj ulliri. Të duhet vaj tani të afroj? Po, pak fare, du me thënë, që të japi një shkëlqim. Shumë pak do hedhi. Okej. Kaqë. Thjesht pak sa për t'i dhënë një shkëlqim salsës. Në rregull. E kemi gati. Dhe këtu do shtë edhe pak lëng limoni, Anila. Okej. Tjetër, do me thënë, uthulla, tjetër lëngu i limonit. Pak, do me thënë, jo shumë, për ta teprojmë. E kemi gati, ajo që duhet, Ashtë që? të marri këto 2 lukë patka, ose mendoj që të hedhë fillimisht lakër në fund fare. Juve, neve tani vendosim kështu, por që në shtëpi do t'ishte mirë që të gjitha këto bashkë t'i trazoni, të marinojnë dhe pastaj t'i servini. Dhe kështu do të bëni juve në shtëpi. E qartë. Por neve tani le ta bëjmë pak si më ndryshe, kur të vetë. Pa tjetër, ne kemi të... Dhe të largoj këtë vajnë, mos t'i kalosh si përse të shumë pengon. faleminderit tani. Okej. Pra lakër e bardh, kastravec, spec i kuq, qep të prera në fije të holla, domate përsëri në fetëza, dhe marinimi do të bëhet me atë salsën që sapo e përgatitëm. Kemi në një kastravec më tepër. Dhe pak qep, dhe me thonë që I shkon. Qepa i shkon edhe lakrë dhe i shkon edhe majonezës, edhe mustardës. Momentin e fundit, që duhet të servini, duhet të shtoni edhe majonezën. Por, sigurisht që thash që juve duhet të bëni edhe atë servirjen. Nuk pashtojmë, është mjaftueshëm. Thjesht pastrim pak të ashtu. Bukurim. Jemi në kohën për të lexuar dhe një herë recetat një nga një dhe t'i hedhim dhe një sy të fundit të pjatave përpara se të largohemi. Atëherë, krah pule të marinuara me salsë. Përbërësit 1 kilogram krah pule, 3 lugë supe miell misri, 1 lugë supe hudhër pluhur, ose 5-6 thelpinj hudhër, 1 lugë çaj piperi kuq, 1/2 lugë kafeje piper djegës, krip edhe piper. Pjesa e dytë e kësaj recete ka pikërisht salsën, e cila do të bëhet me 3-4 lugë supe ketchup, 2 lugë supe mjalt, 50 gram gjalp, krip edhe piper. Kalojmë tek receta tjetër tani dhe lexojmë së bashku. Sallat me spinaq dhe hudhra të njoma, përbërësit janë 800 gram spinaq, 1 dorë qep të njoma, 3-4 hudhra të njoma, 2 tufëza kopër, 1 tufë majdanoz, krip dhe piper. Sallat mikse, 200 gram lakër, 1 domate, 1 karot, 1 kastravec, gjysmë limon, 1 spec i kuq, 2-3 lugë supe majonez, 1 lugë supe mustard, 1-2 thelpinj hudhër, 2 lugë supe vaj, krip dhe piper. Këto janë të treja recetat për sot, të lumshin duart Katerina dhe faleminderit. Faleminderit e dashur, kënaqësi që Kështu që ne pak e nga pak, ja ku I keni edhe në ekran, kjo është dhe pamja e tyre që duket ftuese për të konsumuar. Të uroj një ditë të mbar. Faleminderit gjithashtu edhe për të zemër. Faleminderit dhe ju të dashur anëvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina, miru pafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim dhe ju bëft mirë juve që t'i bëni në shtëpiat tuaja. Sigurisht neve do t'i shijojmë këtu sot. Miru pafshim. Shkojmë në një hapësirë publicitare.